Kryeministri dhe një herësh lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka nisur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet lokale, duke hapur atë në një nga bastionet më të mëdha elektorale në jug të vendit, qytetin e Prizrenit. Fushata e nisur nga Kurti u shoqërua menjëherë me një zhvillim politik të bujshëm, kalimin e një figure të njohur lokale të Lidhjes Demokratike të Kosovës në radhët e vetëvendosjes. Bëhet fjalë për Behar Begajin, ish kryetari i nëndegës së LDK-s në Zhurë, një fshat i madh dhe me peshë elektorale në komunën e Prizrenit. Sipas një njoftimi të publikuar nga lëvizja vetëvendosje në rrjetet sociale, Begaj së bashku me një grup të konsiderueshëm bashkëpunëtorësh të tij i është bashkuar zyrtarisht kësaj partie. Behar Begaj ka mbajtur pozitën e kryetarit të nëndegës së LDK-s në Zhurë dhe ka qenë antar i kryesisë për 4 mandate të njëpasnjëshme. Ka qenë gjithashtu ish asamblist i komunës së Prizrenit dhe ish kryetari i bashkësisë lokale në Zhurë. Angazhimi i tij i gjatë në shërbim të qytetarëve është një vlerë e shtuar për strukturat tona në këtë rajon, thuhet në njoftimin e vetëvendosjes. Ky aderim shihet si një goditje drejt për LDK në Prizren, një komunë ku tradicionalisht kjo parti ka pasur një mbështetje të fuqishme. Kalimi i Begajt shihet jo vetëm si një përfitim elektoral për vetëvendosjen, por edhe si një tregues se partia në pushtet po përpiqet të zgjerojë bazën e saj përtej elektoratit tradicional. Vetëvendosja thekson se bashkë me Begajin kanë aderuar edhe shumë figura të tjera me përvojë politike, të cilët janë të njohur në komunitetin lokal për angazhimin e tyre. Ky hap është dëshmi e besimit dhe vlerësimit që strukturat dhe individët me përvojë kanë ndaj lëvizjes sonë. Prania e tyre forcon më tej kapacitetet organizative dhe elektorale të VV-s në Prizren, vijon deklarata. Aderimi i Begajit në VV ndodh në një moment kyç përpara zgjedhjeve lokale që pritet të zhvillohen midis muajit tetor dhe nëntor. Albin Kurti në hapje të fushatës ka theksuar rëndësinë e mobilizimit qytetar dhe pjesëmarrjes aktive në vendimarrje. Ai ka paralajmëruar një garë të fortë në të gjitha komunat, me theks të veçantë në zonat ku deri tani vetëvendosja nuk ka pasur ndikim të theksuar. Në zonën e Zhurit dhe Megjer, në territorin e Prizrenit, pritet që kjo lëvizje të krijojë një dinamizëm të ri në garën lokale, ku rivaliteti ndërmjet VV-s dhe LDK-s ka qenë tradicionalisht i fortë. Kalimi i figurave të tilla mund të ndikojë në prishjen e ekuilibrave ekzistues dhe të prodhojë rezultate të papritura në zgjedhje. Fushata sapo ka nisur, por sinjalet janë se ajo do të jetë e ashpër, dinamike dhe me shumë të papritura. Për vetëvendosjen fillimi duket premtues, tashmë mbetet të shihet se si do të përgjigjet LDK-ja dhe partitë e tjera në këtë garë që sa vjen nxehet më shumë.